votuar para pak minutash, do duhet themi drejtuesja politike e qarkut të Durrësit, Emiriana Sako, në qendrën e votimit 1461, fraksion 1 që përkon edhe me shkollën e muzikës këtu në qytet Jan Kukuzeli. Ajo ka dhënë në fakt një mesazh duke thënë se do duhet që gjithë qytetarët dalin dhe të ushtrojnë drejtën e tyre të votës. Ka qenë shoqëruar me bashkëshortin. Interesant është se nga krahu tjetër përfaqësuesi politik i Partisë Demokratike Oerd Bylykbashi për këtë qark ende nuk ka votuar, po themi e ka marrë kështu këtë proces më me Terezi, pritet që të dalë dhe të votojë rreth orës 10, pra punë minutash në qendrën e votimit pranë Universitetit Aleksandër Mojsiu këtu në Durrës. Përsa i përket procesit të votimit, lajmëruan pak më herët disa vonesa për shkak të mos prezencës komisionerëve, duke sikur situata po shkon drejt normalizimit. Raportuam edhe për problematika që lidhen me përdorimin e pajisjes për identifikimin elektronik, po ashtu kam pas komunikim me përfaqësues politik të cilët thonë që po ndjekin nga jashtë sigurisht procesin, cilët thonë se edhe ky problem tashmë ka shkuar drejt zgjidhjes. Më lejo të theksoj edhe numrin. Kemi mësuar se sa është numri i personave të cilët do të votojnë nga burgu i Durrësit ditën e sotme apo kanë të drejtë vote. Bëhet fjalë për konkretisht 196 persona, ndër të tjera pritet votojë edhe zoti Erion Veliaj dhe po ashtu Ilir Beqaj. Po pra se tash pra kam Fieri dhe Durrësi dhe Tirana kanë dhe të burgosur VIP, apo jo, por sigurisht që lajmi është që një prej tyre voton dhe për veten e tij që do jetë Ilir Meta nga burgu 313 Durrës. Faleminderit Habi.